ndjekim debatin e parë, debatin e skuadrave, të 8 antarët kanë të drejtë të thonë argumentet e tyre, pra të kenë një ndërhyrje, që do të thotë ketë një ndërhyrje jo thjesht se i ka ardhur radha, por duhet të ketë një kohezion midis mendimit apo argumentit apo një dëgjim të saktë të asaj çfarë po thotë parafolsi, në mënyrë që të kemi një debat sa më të bukur edhe sa më logjik. Mirë? Jemi të qartë? Do filloj skuadra që mban qëndrimin pro dhe do pasoj pastaj nga skuadra që mban qëndrimin kundër. Në rastin konkret, Qemal Stafa do të hap debatin e dytë. Shumë suksese, nga 1 minutë kohë për secilin. Përshëndetje, unë jam Gentiana Dragoti dhe si nxënëse përfaqësuese e gjimnazit Qemal Stafa, falenderoj gjithë organizatorët dhe pjesëmarrësit në këto konkurs. Çështja që ne si grup do të mbështesim sot është fakti se kostoja e qëndrueshme është një privilegj për pak njerëz. Shkallëzimi ekonomik krijon hendekun e papërballueshmërisë së çmimeve që produktet ekologjike kanë. A mundemi ne të përballojmë çmimet gjithnjë në rritje të produkteve ekologjike që në fakt marketohen si produkte luksi? Harvard, në një studim të vitit 2023, ka treguar se familjet e shtresës së ulët kanë më pak gjasa të zgjetin produkte me certifikim ekologjik, duke u bazuar tek shkallëzimi ekonomik. Thënë kjo, kostoja e qëndrueshme është një privilegj vetëm për elitën. Faleminderit. Përshëndetje, unë jam Laura Xhirimeja, përfaqësuese e klubit të debatit të gjimnazit Ismail Qemali. Fillimisht do dua të falenderoj Ridebate për mundësinë e dhënë dhe do dua të shpreh qëndrimin e grupit ton kundër tezës se kostoja e qëndrueshmërisë është një privilegj vetëm për pak njerëz. Kjo sepse fillimisht do të ndalem tek argumenti që parafolsi dha dhe do doja ta kundërshtoja sepse ky argument nuk qëndron për ditët e sotme. Thën kjo se ditët e sotme kemi përparim për sa i përket teknologjive, çka ka lehtësuar prodhimin e këtyre produkteve të qëndrueshme dhe ka ulur kostot e tyre. Sipas një studimi nga viti 2010 deri në vitin 2030, kostoja e energjisë diellore është ulur me plot 85%, ndërsa kostoja e energjisë së erës është ulur me 56%. Gjithashtu kemi një shembull shumë thjesht që janë dritat LED që ne i përdorim të gjithë sot dhe kanë përfitime. Përshëndetje, quhem Teo Dalipaj dhe sot prezantoj sot unë dhe ekipi im prezantojmë mendimin pro temës. Së pari do doja të thoya që argumenti juaj nuk ishte baza, fakte, dhe se duke ditur se kosta e qëndrueshmërisë është diçka që ka dalë kohët e fundit, do doja të thoya se pajisjet që kontribuojnë në qëndrueshmërinë e jetës së individit zakonisht kushtojnë shumë. Një studim i marrë nga Instituti i Teknologjisë Amerikan thotë se paneli diellore, paneli normal diellor, kushton nga $10.000 deri në $20.000 për të instaluar. Sigurisht, pres një pyetje nga juve. Ky investim do t'i kthehet mbas personit, por për 10 deri 12 vite, një kohë shumë e gjatë. Një kohë në të cilën këto para do të nevojiten. Nëse ndodh një katastrofë, një problem i madh, cilin këto para nuk të vinë në xhep, atëherë ato nuk do gjenden kurrë. Përshëndetje, unë jam Glora Deraj dhe në mbështetje të tezës së grupit tim do doja të theksoja se shpeshherë amplifikimi në kosto të qëndrueshme kërkon shumë asete, siç mund të jetë ndërtimet e gjelbra ose të moderuara që konsumojnë 25 deri në 30% të kostos për shkak të moderimit të tyre, duke lënë pas industritë tradicionale. Ky studim është nga Organizata e Bashkëpunimit dhe Zhvillimit Ekonomik. Por nga ana tjetër, siç përmendët edhe ju, panelet diellore ose makinat elektrike, por edhe materialet ekologjike tashmë janë bërë shumë të prekshme nga të gjithë për shkak të moderimit të kohës, për shkak të zhvillimit, për shkak të ardhmes. Përshëndetje, unë jam Erisa Plumbi. Ne mbrojmë tezën se kostoja e qëndrueshme është një privilegj për pak njerëz. Argumentin tua jam pjesërisht dakord me të, megjithatë do doja që statistikat ishin pak më konkrete, me vite, gjithsesi ishte mirë. Tani, unë do doja të prikja një aspekt tjetër për sa i përket kostos së qëndrueshme, doja të kaloj pak te industria e modës.
Qëndrueshmëria, veçanërisht në mod, është shpesh një privilegj dhe jo një zgjedhje e lirë për të gjithë. Sot, veshjet e prodhuara me materiale organike kanë një zinxhir funksionimi të kontrolluar dhe ato kushtojnë shumë më tepër se sa veshjet që prodhohen masivisht. Dhe këtë e bazojmë në raportin e McKinsey & Company, The State of Sustainable Fashion 2024, i cili thotë çmimi i një veshje të qëndrueshme është mesatare deri në 5% kushtueshëm se sa çmimi i një produkti i cili është prodhuar në mënyrë masivisht dhe jo me anë të një koste të qëndrueshme. Një fustan i markës Stella kushton mbi 900 euro, ndërkohë që një xhaketë nga një brand tjetër kushton në 350 euro. Faleminderit. Përshëndetje, më emër Didaja. Atëherë do të thoja, mendoj se argumenti jot ishte mjaft i qëndrueshëm, ama mendoj se mund të ketë dhe zgjedhje të tjera alternative, siç ti fillove të përmendesh, por nuk e vazhdo. Për sa i përket dhe argumentit tim për këtë temë, kosta e qëndrueshme është një temë që fiton gjithnjë më shumë vëmendje të rëndësishme për shkak të aspekteve të saj pozitive. Ajo siguron benefite për të dy anët, si dhe konsumatorët ashtu dhe prodhuesit. Për prodhuesit, për shkak se ajo kompanitë të mëdha arrin që të rigrumbullojnë dhe të riciklojnë materialet e tyre, duke krijuar kështu më shumë materiale me një kostë më të ulët, çka njëkohësisht është një benefit edhe për konsumatorët, për shkak se ata do të përballen edhe me çmime më të përballueshme. Në konkluzion, kosta e qëndrueshme është një privilegj jo për një pjesë të vogël të. Atëherë përshëndetje, quhem Anuar Kodra. Dua të prek një fushë të rëndësishme të jetës, transportin. Transporti në çdo ditë lëvizim, qarkullojmë dhe kosta e qëndrueshme suportohet nga transporti elektrik, nga makinat elektrike, nga autobuset elektrik, nga taksit elektrike e tjerë me radhë. Sipas një studimi të bërë nga Bloomberg.com, rezulton se çmimi mesatar i një makine e cila përdor lëndë djegëse është $20,000. Gati gjysma e krahasuar me çmimin mesatar të një makine elektrike. Dhe në vendet që janë akoma në zhvillim, të cilat kanë të ardhura vjetore prej mesatarisht $30,000, kjo kostë është shumë e lartë, gjë që bën makinat elektrike një privilegj për shtresat e larta të shoqërisë. Dua të theksoj gjithashtu që numri i prodhimit të makinave elektrike dhe të autobusëve elektrike dhe të mjeteve elektrike është më i ulët në krahasim me prodhimin e atyre që përdorin lëngë djegëse, që i bën ata më të pakët dhe më të pamundur nga njerëzit. Përshëndetje, jam Fabiana Mtaliaj dhe doja t'ju kundërshtoja për shkak se ju nuk kishit një numër të caktuar për sa janë ulur mjetet e transportit elektrik dhe më pas doja të vazhdoja me argumentin tim pro, të cilin ka të bëjë me rritjen e fushatave dhe programeve arsimore, të cilat po rrisin në njohurinë dhe edukimin për zgjedhje sa më shumë ekologjike. Në mbar botën shohim një rritje të madhe të edukimit dhe njohurive, duke fuqizuar publikun për të bërë zgjedhje sa më shumë mirëcore me mjedisen. Dhe kjo është e bazuar në një fakt ku është bërë një studim global ku në 2017 popullsia kishte vetëm 38% njohuri për koston e qëndrueshme, ndërsa në 2023 kjo përqindje është rritur duke u çuar në 50% të popullsisë të cilët kanë njohuri mbi koston e përgjithshme. Gjithashtu dhe të rinjt. Faleminderit. Atëherë, ju falenderoj për qasjen tuaj sepse ka ndërtuar vërtet bazat e argumentit tim. Dhe për sa i përket pjesës së fushatave, aty futet edhe subvencionet e qeverisë, të cilat sipas një studimi ndërkombëtar nga organizata e quajtur OECD, tregon se subvencionet e qeverisë jepen në favor të njerëzve me mirëqenie të lartë ekonomike, sepse pikërisht subvencionet për panelet diellore u jepen atyre asaj kategorie që e ka treguar veten se mund t'i përballojë investimet fillestare të tyre. Logjikisht, subvencionet njerëzve që nuk kanë atë lloj mirëqenieje ekonomike dhe atë lloj privilegji, nuk e kanë atë prioritet për të marrë subvencione për këto gjëra dhe për të bërë fushata për këtë lloj aspekti të jetës, por merren me gjëra më elementare dhe më të nevojshme për momentin. Për ta bërë diskutimin sa më të prekshëm, doja ta lidhja me mençurinë e popullit,
që është e provuar brez pas brezit, e tyre kujtoja një fabul të Ezopit, e cila thot se kur Kongezi i Uritur gjeti një diamant duke gërmuar, kërkoi Elbin. Pra vetëm kategoritë e pasura e vlerësojnë dhe aplikojnë kostën e qëndrueshme, pjesa tjetër ka prioritete më të rëndësishme. Përshëndetje, unë jam Antina Gjakova dhe ju thatë përmendit për panelet diellore. Panelet diellore i kanë një kosto shumë të lartë dhe nuk mund të jenë të përballueshme për disa shtete. Do doja të vazhdoj me argumentin tim që thekson se sektorët e ekonomisë së gjelbër po krijojnë miliona vende pune, duke treguar që qëndrueshmëria është një mundësi ekonomike. Par botën, punësimin e energjinë e rinovueshme ka arritur 12.7 milion vende pune. Kjo shifër për vitin 2021, e cila është vazhdimisht në rritje dhe duke rritur koeficientin e erës deri teknologjive të tjera. Sipas organizatës botërore ndërkombëtare të punës, kalimi global drejt një ekonomie më të gjelbër do të sigurojë 24 milion vende pune deri në vitin 2030. Por gjithashtu do të humbasin 6 milion vende pune deri në industrinë fosile, por do të ketë një përfitim në 18 milion vende pune shtesë. Ky transferimi i tregut të punës po ndodh tashmë duke filluar nderit. Përshëndetje, unë jam Mare Ballo dhe mbështes tezën pro të temës dhe ju si grup nuk jeni fokusuar fare tek vendet e varfra, të cilat kanë popullsinë më të madhe globale, sepse për shembull 30% e vendeve të varfra arrin që të ndërgjegjësojnë popullsinë në lidhje me qëndrueshmërinë. Tani, vendet e varfra janë, nëse ne llogarisim përqindjen e shteteve të botës që janë në ekonominë e tretë, duhet të llogarisim faktin se ato kanë popullsinë më të madhe, arrin deri në 5 miliardë dhe vendet e zhvilluara janë rreth 2 miliardë. Dhe sipas Bankës Botërore, në vitin 2024, vetëm 10% e investimeve për kostën e qëndrueshme kanë shkuar në Afrikën nën-sahariane, e cila ka një popullsim mbi 1 miliard njerëz dhe shumica e vendeve në Afrikën nën-sahariane janë vende të botës së tretë. Pra ne po flasim për qëndrueshmërinë, që është kosto për të gjithë. Po nuk me sa duket nuk është, sepse po shohim që po bëhet nasia jo mes njerëzve, po dhe mes shteteve. Investimet po i marrin vetëm shtetet e pasura dhe po përfiton vetëm pakica. Tani për çfarë na intereson neve qëndrueshmëria nëse përfiton pakica dhe mjedisin duhet ta ndryshoj shumica. Përshëndetje, jam Arsida Ademi, e dëgjova me shumë vëmendje argumentin tuaj, por çfarë ndodh kur ajo që ka rezultate të kundërta, prandaj do të doja të sillja një perspektivë tjetër. Nga pengesat e praktikave të qëndrueshme në komunitet, sidomos tek zonat rurale, ka mungesë edukimi dhe informacioni. Shumë njerëz kanë padituri në teknologjinë efikase dhe mbrojtjen e energjisë, si dhe mbrojtjen e mjedisit. Pra, njerëzit nuk janë kundër ndryshimit, por duhet ta fillojnë. Një studim i bërë tregoi se kursimet e konsumatorëve të produkteve të qëndrueshme do të rriten me 20%. Qëndrueshmëria jo vetëm që nuk është një privilegj, sepse aksesohet lehtë nga të gjithë, por ka edhe përfitime mjedisore. Përshëndetje, unë jam Andrea Shuaipi dhe jam mbrojtës protezës. Atëherë fillimisht doja ta nisja me një kundër argument. Dëgjova që argumenti juaj i parë dëshmoi se ky kosto e qëndrueshmërisë për pak njerëz nuk aplikohet në ditët e sotme. Do t'i kundërvjesha kësaj duke thënë se bota jon tashmë mbizotrohet nga një sistem kapitalist dhe ku ka goxha diferencim mes klasave, nuk kemi si disa vite më parë kur qëndronin sistemet e ekonomisë së mbyllur, tani pothuajse çdo sistem mbizotrohet nga ekonomia e hapur përveç disa vendeve të caktuara. Në këtë mënyrë, duke patur diferencim të madh të klasave, kemi edhe diferencim të madh në kërkesë dhe diferencim të madh në kostot e produkteve. Që çon në disa produkte të cilat janë vetëm të aksesueshme nga një shtresë e caktuar e popullsisë. Gjithashtu, ju paraqitet po ashtu sepse se materialet të cilat kanë kosto të qëndrueshmërie kërkojnë shumë materiale dhe lënë të parë për tu formuar, për tu krijuar, doja të thoja se kjo pikërisht i jep atë veçorinë e tyre që janë më pak të aksesueshme nga çdo shtresë e popullsisë, duke arritur kështu koston. Dhe lënda e parë. Përshëndetje. Përshëndetje, unë jam Marina Zoto dhe si fillim doja të thoja se qëndrueshmëria nuk është një privilegj, por ajo është një mënyrë më e mirë për të mbrojtur mjedisin dhe për të siguruar të ardhurat. Kjo metodë qëndrueshme, edhe pse mund të ketë kosto më të lartë në fillim, ka përfitime shumë më të mëdha. Për shembull, nëse ndërtojmë një shtëpi me materiale ekologjike ose me panele diellore, është e vërtetë që kostoja e saj fillestare mund të jetë më e lartë, por kjo metodë sjell përfitime, si për shembull ulje të faturave elektrike duke siguruar më shumë të ardhurat dhe kursime.
Sipas një sondazhi global, një familje e cila aplikon këtë metodë për 3-4 vite, jo vetëm që mbulon shpenzime fillestare, por përfiton edhe të ardhura ekstra. Pra, kjo metodë nuk është një privilegj për pak njerëz. Në këtë mënyrë përfitojmë dhe ne dhe mjedisit. Përshëndetje të gjithëve, unë quhem Dea Liaj dhe si fillim do doja të falenderoja kundërshtarët, por fatkeqësisht në këtë debat të dytë që ne zhvilluam, pam se nuk kishte bazë argumentash dhe në shumë raste gjithashtu na u dha argumenti i gatshëm që ishte pro temën sonë. Dhe ajo që më tepër në sy ishte pikërisht përshëndrimi tek një fushë e vetme që ishte pjesa ekologjike të tjerë me radhë, gjë që fatkeqësisht grupi jon e kishte prekur dhe u shpërndan në shumë fusha të tjera. Megjithatë nuk doja të fokusohesha këtu, por do doja të përmendja një aspekt tjetër. Pas pandemisë, bota është ndeshur me një varfëri ekstreme, ku sipas një statistike të 2023 nga Banka Botërore, është rritur me 70 milion persona të cilët sot vuajnë në skamje dhe në varfëri totale. Dhe në një epokë si kjo e jona, ku flitet ditë për ditë për një qëndrueshmëri, për rëndësinë, vlerën dhe gjithë influencën që ajo ka te shoqëria jon, por dhe ku nga ana tjetër varfëria thellohet dita ditës, atëherë kjo do thotë që dhe hendeku midis këtyre të dyjave thellohet dita ditës duke bërë qëndrueshmërinë si diçka të paarritshme nga shoqëria ku pjesë e këtij realiteti është bërë dhe Shqipëria, ku dua ta mbyll vetëm me një pyetje, sa të aftë jemi të gjithë ne këtu në këtë sallë për të përballuar sot koston e qëndrueshmërisë. Ju faleminderit. Vazhdo. Përshëndetje, unë jam Andreu, përfaqësuesi i Gjimnazit Ismail Qemalit dhe si fillim dua të bëj fiks përgjigjen e pyetjes suaj. Ju folët për vende të varfra që cilat nuk mund kanë mundësi për të bërë një kosto të qëndrueshme dhe unë do marr dy shembuj thjesht. Ndoshta besoj që një fshat napolitan në Italinë e Jugut është një vend i varfër. Ata e kanë krijuar me kosto të qëndrueshme, kanë krijuar që 75% më pak paguajnë për energjinë e tyre dhe një vend tjetër më që përmendet Shqipërinë, nuk besoj që Ndroqi është vend shumë i pasur. Në Ndroq me disa financime nga Bashkimi Evropian, ata kanë krijuar panele diellore dhe të gjithë përfitimet e marrin vetë dhe paguajnë shumë më pak energji. Dhe një argument tjetër që dua të paraqes është që shumë vende të Bashkimit Evropian kanë bërë projekte promovuese për një kosto të qëndrueshme. Për shembull, janë krijuar 10.000 komunitete brenda BE-s, ku njerëzit kanë bërë panele diellore dhe përfitimet i kanë darë me njëri tjetrin. Apo në Danimark, një vend i vogël i quajtur Samsø, që nga një vend rural siç ishte u kthye në një ishull ku ka 100% energji, është 100% energjikisht i qëndrueshëm. Faleminderit. Okej, faleminderit të dyja skuadrave. Do të vazhdojmë direkt me debatin e dytë. Nuk kemi shumë kohë, kështu që do nxitojmë sepse edhe biblioteka mbyllet. Gjej rastin mund ta mbani që të falenderoj shkollonari Fulc për sa i përket mikpritjes që na ka bërë në ambientet e saj për të zhvilluar sot debatet e fazës rajonale për sa i përket Tiranës. Do të vi Erca tani të bëj përzgjedhjen për sa i përket temave spontane. Faleminderit. Tema është, emigrimi është zgjedhja më e mençur për të rinjt shqiptar. Pra tema spontane do të jetë emigrimi është zgjedhja më e mençur për të rinjt shqiptar. Bëjmë tani edhe përzgjedhjen për sa i përket qëndrimit që do të mbani, pro ose kundër. Kundër, përsëri Ismail Qemali, pro do të jetë shkolla që Mastafa 7 minuta kohë përgatitore për 2 liderat dhe skuadrat bashkë. Suksese, mund të vazhdojmë. Përshëndes të gjithëve që jeni të pranishëm këtu, përshëndes edhe përballësin tim Joanin, dhe doja ta filloja pa humbur kohë me pse grupi ynë dhe unë përkatësisht qëndroj pro faktit se emigrimi është një zgjidhje e mirë për të rinjt e Shqipërisë. Dua ta nis që nga fillimi, që nga koha historike, nga aspekti historik dhe patriotik. Duke filluar se
diaspora është një pjesë shumë e rëndësishme e zhvillimit të Shqipërisë, jo vetëm brenda kufive, por dhe jashtë saj. Dua të marr faktet se komuniteti që ndihmoi në çlimin e Shqipërisë në Bukuresht, në Sofje dhe në Stamboll, duke bërë për shembull gazetën ku shkruaj për Shqipërinë dhe duke bërë atë të njohur në mbar botën, ishte bërë përkatësisht prej faktit se shqiptarët morën guximin dhe emigruan duke pasur për detyrë që të shkolloheshin, të merrin ajkën e kulturës së jashtme dhe ta sillin atë duke i dhënë një qasje sa më të mirë dhe një frym sa më të re përparimtare Shqipërisë. Mund të përmend këtu Fanolin, mund të përmend dhe Faikonicën, të cilët ishin poliglot dhe këtë ja përkushtuan jetën këtij fakti që sa më shumë nga kultura dhe globalizmin të afronin sa më shumë me Shqipërinë. E kemi parë se komunizmi duke mos lejuar migracionin na ka kthyer në këtë vend të botës së tretë dhe doja të thoja se migracioni do të thotë kohesh, por jo të mos kthehet kurrë. Pra, duke ikur dhe duke ardhur përsëri në kufijtë e tu, duke marrë më të mirat e botës së jashtme, ne sillim frym perëndimore dhe vërtet ndihmojmë në zhvillimin e shoqërisë duke bërë zgjedhjen më të mirë për rinin. Faleminderit. Vazhdoj. Përshëndetje edhe një herë. Unë nuk do ta besoja kurrë që emigrimi është gjëja më e dur për të rinjt shqiptarë. Niset vërtet shumë mirë në aspektin historik. Pse u bë diaspora? Që në historinë e lashtë shqiptarët nuk kanë dashur kurrë të largohen. Ne kemi pasur 3 faza largime kryesore. Largimi i parë pas vdekjes Skënderbeut. Kur vdiq Skënderbeu ishin osmanët ata që detyruan të gjithë elitën arbërore të largohej nga Shqipëria. E dyta, dhe pas pjesës së viteve 90, ishim të kushtëzuar, nëse ne po flasim për atë dashuri dhe po flasim për Shqipërinë si gjën tonë më të shtrenjtë. Nëse ne Shqipërisë i marrim rinin, i marrim idealin, i marrim forcën dhe pasionin që ajo ka brenda vetes dhe zhvillimi i saj. Kur nuk do ta mendoja që Shqipëria do jetë një vend më i mirë pa të rinjtë e saj. Si do kandidise Shqipëria? Përmend vërtet shembull Fanolin Konizën, po Fanoli ishte ai që u vun në krye të revolucionit qershorit. Diaspora shqiptare me lëvizjet e saj si në Bukuresht, vërtet i përmendet mirë, po ato ishin të kushtëzuar të rinin aty. Naimi nuk donte t'i shkruante vjershat e tij nga Stambolli, po ai u burgoz dhe duhet ishte patjetër në Stamboll. Nuk mund të lëvizte dot për të qenë në Shqipëri. Kto ishin arsyet. Jo sepse diaspora dhe të rinj shqiptar dhe ata që kanë qenë dikur të rinj shqiptar nuk donin të largoheshin. Gjën kryesore kishin Shqipërinë, që Shqipëria të ishte në pamjen e saj. Vërtet përmendet që ishin emigrim, po ishin të kushtëzuar nga koha. Asnjë vend ku ka rininë e saj, ka trurin e saj, ka forcën, pasionin, idealin e saj jashtë territoreve të veta nuk mund të zhvillohet më shumë se kur i ka brenda këtu në Shqipëri. Nëse ne i marrim Shqipërisë idealin që është boshti kryesor për ta bërë atë një shoqëri më të mirë, një shoqëri plot vlera, një shoqëri që do ketë inovacion, mos ta marrim trurin e Shqipërisë dhe të gjithë energjinë shqiptare ta kalojmë jashtë territoreve dhe ato të përdoren nga vendet e tjera. Nuk duhet ta bëjmë këtë. Duhet ta lejmë Shqipërinë që të zhvillohet dhe gjithë rinia shqiptare duhet të rinë në Shqipëri për një zhvillim të qëndrueshëm. Ju falenderoj për qasjen tuaj sepse vërtet na solli një frym e cila vërtet do diskutuar mes nesh, pasi vërtet jemi e ardhmja. Por doja të ndalesha që nga fillimi, ku doja të sqaroja faktin se ta zbosh një popull, siç e përmendët juve, do të thotë ti heqësh lirinë, ti lësh lirinë të emigrojë. Pra, emigrimi dhe zbimi nga populli nuk është njësoj. S'do doja ta konfuzonim këtë çështje kaq e rëndësishme me kufizime të tilla. Dhe doja të shpreha gjithashtu se largimi i këtyre intelektualëve të elitës shqiptare nuk ka qenë kurrë një pengesë e tyre për ndikimin në atë. Duke nisur që nga Skënderbeu, ai mori një trajnim thuajse perfekt në Stamboll dhe erdhi dhe u bë lider. Pra, ata kanë marrë më të mirën, kanë ditur të përzgjedhin jashtë vendit, çfarë është më mira, çfarë i duhet vendit të ditë dhe kanë ditur ta rikthejnë në atë. Kjo asnjëherë nuk e ka ndaluar. Historia na ka treguar se që në vitet para Krishtit shqiptarët tanë kanë pasur lider në Rom, nëse do i futemi atij aspekti, ose Pietri i Madh i Rusisë që zhvilloi Rusinë duke shkuar dhe duke marrë shembullin e perëndimit, sepse asnjëherë duke ngushtuar horizontin nuk mund të zhvillohemi përpara, sepse globalizmi është vërtet e ardhmja. Gjithashtu prioritet duhet të kemi dhe të përfaqësojmë kulturën tonë.
e dim shumë mirë që stereotipet racore jashtë shtetit janë vërtet aktuale për shqiptarët, nga më të ndryshmet dhe jo me kontekst pozitiv zakonisht. Këto neve nuk mund t'i zhdukim, nuk mund t'i hedhim poshtë duke u izoluar dhe duke qëndruar brenda konflikteve tonë, por duke punuar siç ka punuar Mira Murati aq fort me ChatGPT-n për ta bërë një zgjidhje të problemeve mbar botërore dhe duke i kthyer Shqipërisë atë vërtet atë rëndësinë që ka në botë dhe duke impostur pak nga pak këto stereotipe të gabuara. Ju faleminderit. Vazhdo. E para gjë që dua të kundërshtoj një herë sepse nuk rrit dot pa kundërshtuar, që thua që Skënderbeu mori një trajnim perfekt në Stamboll. Skënderbeun e morën që të vogël e ndan nga gjithë familja e tij, nga gjithë principata kastriote dhe e çuan atje, e lan larg nënës dhe babait dhe nuk mori dot kurse si atë që ai do merrte po të jetonte në Shqipëri. Vërtet u bë. Po Skënderbeu erdhi dhe u arratis nga Perandoria Osmane. U arratiz ata e quajtën tradhtar kur erdhi këtu në Shqipëri. Ju vërtet përmendët Pjetrin e Madh, po flasim për periudha shumë më përpara. Sot kemi zhvillim teknologjik shumë të madh dhe nuk ka pse që ne të shkojmë ta marrim në një vend tjetër. Me teknologji mund të kesh çdo gjë dhe gjithçka në kohën e dur dhe çdo informacion se si punojnë vendet e tjera. Përmendët që racizmin Shqipërinë ta përfaqësojnë. Po, vërtet Shqipëria duhet përfaqësuar, po dhe nëse Shqipëria përfaqësohet këtu në vendin e saj dhe bëhet një vend me zhvillim ekonomik më të qëndrueshëm, me një qasje sociale më të mirë dhe bëhet faktor në Ballkanin Perëndimor, do bëhet një vend që do ketë peshën e saj 100 herë më të madhe se sa bitë e saj të jenë të larguar si zogjtë e korbit. Vërtet përmendet Mira Muratin. Mira Murati e nderoi emrin e Shqipërisë, dakord. Po sa para mori Shqipëria nga Mira Murati? Nëse Mira Murati do ta bënte këtë zbulim në Shqipëri, sa do ishin të ardhurat për Shqipërinë? A do cilësohej Shqipëria si një vend që po sjell inovacion në botë? Po, ndërsa e bëri Mira Murati, vërtetë shqiptare, po e bëri atje. E bëri në dhet huaj, nuk e bëri në Shqipëri. Përmend dhe Nolin herën e parë. Noli me atë ironinë e tij bashkë me Konicën, po në një poezi të Nolit thotë mos u mërzit nën, se djemt i ken Amerikë. Nëna duhet i ketë djemt pranë vetes saj, pranë sofrës saj ku ata të jenë gjithë të mbledhur, siç thonte Gjesh Kastrioti. Nëse ne do jemi tokë, askush nuk do mund të na përçaj. Ju falenderoj për këto argumente kaq prekse dhe reflektuese. Por nuk duhet të ikim nga realiteti dhe nga faktet objektive, se ajo që ndodhi duke marrë specializimin e duhur jashtë dhe se fakti që është më mirë të marrësh një arsim sa më të përpunuar, duke marrë çdo lloj kulture, duke e ndërtuar, duke përpunuar me vërtet mirë, siç janë specializimet jashtë shtetit, ku edhe Konica, edhe Noli, madje edhe Nën Tereza, të gjithë këta heronj janë specializuar me një frymë ku i kanë njohur pothuajse të gjitha kombësit, e kanë sqaruar horizontin e tyre dhe pastaj kanë ardhur dhe e kanë dhënë këtë neve, sepse siç të ripërmend përsëri derisa vërtet ta kuptoni dhe si grup i tëri që emigrimi s'do të thotë që të largohesh përgjithmonë, me vërtet që nuk do ishte bërë asnjëherë e mundur pa i patur këto rrethana të jetës. Sepse njohim vërtet shumë intelektual, por këta mbajnë peshën kryesore dhe për një arsye specifike. Gjithashtu doja të fokusohesha tek aktualiteti, me remitancat, ku Shqipërinë e ka ndihmuar diaspora që prej periudhës së rilindjes, duke zhvilluar lëndën e ekonomisë apo të edukimit financiar në shkollat tona, në kurrikulën tonë, ku shumica e maturantëve dhe do e zgjedhin për ta dhënë si lëndë provimi, do doja që vërtet ta kishit ta dinit dhe nëse jo t'ju informoja unë që remitancat zënë peshën kryesore në një aspekt të zhvillimit të Shqipërisë, sepse sjellin jashtëzakonisht shifra marramendse të ardhurave në Shqipëri. Faleminderit. Vazhdo. Vërtet na e rikujtove që ca emigrante dhe kthehen, po nëse ne do bënim një raport midis atyre që ikin dhe nuk kthehen më, midis atyre që ikin dhe kthehen, numri është shumë i vogël. Ata ikin për mos të kthyer më. Ne kemi shumë raste që kanë ndodhur kështu.
gjatë gjithë tranzicionin shqiptar ne kemi parë këtu. Ne kemi familjarët tanë që sot janë jashtë dhe nuk kanë ndërmend kthehen më, sepse kanë marrë kulturën e atjeshme dhe kanë harruar kulturën shqiptare, kanë harruar Shqipërinë. Nuk flasin më fëmijët e emigrantëve, shumica nuk flasin më gjuhën shqipe, edhe siç thotë Gjergj Fishta, pra mallku e qjof një i bir shqiptari që këtë gjuhë të Perëndis, trashëgim që ja i pari, trashëgim ai si ja lën fëmis. Gjuha është shumë thelbësore, traditat janë shumë thelbësore. Ju vërtet përmendet pjesën ekonomike, përmendet edhe remitancat, po sa përqindje të ardhurash nga këto remitancat ka marrë vendet e huaja. Si e kanë shfrytzuar vendet e huaja të gjithë bagazhin e rinisë shqiptare dhe a kanë përfituar dhe ata? Po nëse të gjithë rinia shqiptare do ta zhvillonte këtë bagazh, do zhvillonte profesionet e saj këtu në Shqipëri, në tokën mëm, si do ishte të ardhurat? A do ishin gjithë të ardhurat për Shqipërinë? Sot po shikojmë që fshatrat po shpopullohen. Nuk ka më fshatra shqiptare që të lullëzojnë, nuk gjen më fëmijë që të shajnë nëpër diep si dikur. Sot çdo gjë ka marrë fund për këtë pjesë të Shqipërisë që është jashtë këtij rrethi, jashtë Tiranës. Po shpopullohen. Shqipëria po bëhet një vend bosh, ku do vinë dhe do ta popullojnë vendet e tjera. Po sa mëkatër që të lim këtë Shqipëri. Me Shqipërinë na e fal Zoti, po Shqipëria na bekoi me emrin shqiptar. Sa mëkatër ta lim ne Shqipërinë bosh edhe të mbushet me vende njerëz që vinë nga vendet huaja. Shqipëria është vetëm e shqiptarëve dhe vetëm shqiptarët mund ta bëjnë Shqipërinë. E siç thot Noli, Shqipërinë e bëjnë vetëm idealistët dhe Shqipërinë e bëjnë vetëm ata që e duan Shqipërinë. Dhe kështu do rrisin dhe ekonominë dhe çdo aspekt kulturës shqiptare. Faleminderit. Dhe një sqarim, kjo është e gjithë çështje pasioni, mos të merret për pikërisht a mund të pikërisht sa i përket pasioni zakonisht mund të jetë edhe një ndikim jo racional në të menduarit tuaj, në të menduarit e të ardhmes tuaj që është në duart tuaja. Për sa i përket ikjes së popullit ton në diasporë, emigrimit dhe faktit që ikën atje përgjithmonë, këtë duhet ta kundërshtoj absolutisht, sepse janë bërë fushata ku emigrantët në diasporë janë të mundur dhe madje të lutur të votojnë për procesin e zgjedhjeve në Shqipëri, duke i bërë këta një ndikim shumë aktual në jetën dhe zhvillimin e Shqipërisë si komb, si popull dhe në çdo aspekt. Harrimi i gjuhës, si këtyre vlerave etnike ka të bëjë vetëm me edukimin dhe zgjedhjen personale, sepse duke marrë dhe citimin e Nolit që ju vërtet e keni kaq për zemër, unë doja të shpreha se Noli ka qenë kryeminist këtu dhe ka zgjedhur të ndërrojë jetë dhe të kalojë vitet e fundit të jetës në Amerikë dhe t'i përkushtohet një profesioni që vërtet i ka dhënë shumë mundësit për të zhvilluar jashtë shtetit. Dhe për sa i përket të ardhmes, unë personalisht, po dhe shumë prej jush besoj këtu, mbase edhe Mira Murati, nuk do mund të zhvillonim interesat tona në Shqipëri, sepse nuk ka dek që i përmbajnë ato që dojon të vazhdojnë në universitetin. Nuk ka dek të inteligjencës artificiale në Barcelonë në Shqipëri. Nuk ka shumë aspekte të tjera që mund t'i vazhdojmë, nuk ka inxhinieri astrofizike në Shqipëri. Cila është zgjidhja që na ngelet për të ndjekur ëndrat tona? A është e ardhmja jon e jona personalja, apo është e ardhmja jon e lidhur vetëm me faktin se brenda cilëve kufin kemi lindur? Ju faleminderit. Por jeta është shumë e shkurtër për të mos e shijuar deri në maksimum, siç e duam vetë. Po. Të vazhdoj? Vërtet e përmendët që unë Nolin e kam shumë për zemër, im zot Fanolin e kam një ndër idhujt e mi, po bëni një gabim historik kur thoni që Noli ishte kryeminist në Shqipëri dhe u largua pastaj për ta vazhduar jetën e tij në Amerikë. Noli erdhi si kryeminist në Shqipëri pas revolucionit qershorit. Janë aspekte historike, por Noli nga Shqipëria u largua, nuk iku. Në Shqipëri ndeti kryeminist vetëm 6 muaj, pasi Ahmet Zogu erdhi nga mbretëria serbo-kroate slovene, po kjo është pjesë historike që nuk dua të vazhdoj shumë. Thjesht sa për një saktësim. Thatë që emigrantët tani kanë të drejtë të votojnë. Dakor. Po këta emigrantë vërtet votojnë në Shqipëri, a paguajnë taksa këta në Shqipëri? A japin lek këta buxhetit shqiptar? Nuk i japin. Ata i paguajnë gjithë taksat në vendin e tyre. Shqipërisë nuk i mbetet më asgjë. Dhe përmendet për universitetet shqiptare. Sot universitetet shqiptare ka një zhvillim të madh me
koha më përpara. Nuk po flasim për një Shqipëri që është pas viteve 90, për një Shqipëri pas 97-s luftës civile, po flasim për një Shqipëri tjetër, për një Shqipëri deri diku të rilindur, një Shqipëri që sot ka universitete shumë të mira, dhe sot nga Shqipëria mund të shkosh edhe mund t'i bësh universitetet, edhe në mënyra online. Ka universitete që siç janë nëpër botë, janë dhe në Shqipëri. Një tjetër aspekt që doja të përmendja për këtë pjesë është që vërtet të ardhmen ne mund ta shohim si diçka që na përket vetëm neve. Të ardhmja nuk është vetëm për ne. E ardhmja jon i përket dhe shoqërisë, sepse ne rritemi, marrim edukim. Si unë si ti shkojmë në një shkollë publike. Ti te Qemal Stafa, unë me Qemal e kam Ismail Qemali i emër, shkojmë tek e njëjta gjë. Shkojmë në një universitet që është një universitet shtetëror, në një gjimnaz që është gjimnaz shtetëror. Pra ne rritemi në Shqipëri. Ne Shqipëria na edukon. Kur them Shqipëria flas për shtetin shqiptar. Dhe ne zgjedhjet duhet kemi vetëm Shqipërinë. Okej, pa unë për kohë do të japim mbaruam. Do të japim kohë Juris që të bëj vlerësimin edhe vazhdoni ju, vazhdoni. Okej, bëjmë i gati tani të marrim edhe vlerësimin, pikët, komentet nga juria jonë e nderuar. Fjala për ju. Dgjoj, unë dua të gjithëve t'u falenderoj një herë për pjesëmarrjen, se edhe orari ka vajtur goxha vonë. Të dyja debatet ishin relativisht të mira, ka nevojë sigurisht për përmirësim, por duke qenë se është edhe faza e parë e këtyre debateve, kam bindjen që do e respektoni dhe do zhvilloheni edhe më tej gjatë rrugës. Pa e zgjatur shumë sepse unë mbajtëm tepër, po ja kaloj kolegës time. Përshëndetje dhe nga unë, edhe unë nuk do të zgjatem shumë me qenë se fola shumë herën e parë, për ju do flas një tjetër. Dua të them vetëm dy gjëra që ti keni parasysh, me qenë se më ran shumë në sy. Kur flisni për një sondazh, një studim, një të dhënë, duhet të citoni burimin e informacionit, që të dimë nëse ky argument që ju dha, bazuar në shifra, nuk i bazuar në një burim informacioni të sigurt, dhe nuk do të përmend emra, po kam parë një moment, një reagim të gjuhës së trupit, të njerëz prej skuadrave, se po i bëj kështu lëmsh, që mos jem kaq pozitive sa tha Niko, unë atë do ta kisha vlerësuar me minus pikë. Suksese. Urimi asaj që nuk ka pasur statistika apo vite apo ku ta diun të dhëna që kanë të bëjnë me mbrojtjen e argumentave, por jo se nuk ka pasur fare, që mos keq kuptoheni, ka pasur. Nuk ka qenë referencë qartë. Okej. Po pra, do me thënë kur thuhet se sipas një sondazhi, unë duhet të di kush është ky sondazhi. Sipas një studimi, cili studim? Kjo është. Dhe për pjesën tjetër, për gjuhën e trupit, mendoj ishte e qartë, se nuk dua të etiketoj asnjëri. Jo, nuk ka lidhje me ty, ti bravo që fole dhe pse vrave këmbën. Nuk ka lidhje me ty, por është shumë e rëndësishme që nëse futemi në një proces të tillë që është më së shumti për të zhvilluar ju, edhe për ta bërë ashtu si bëhet për debatin e fundit që e duam kaq shumë të vendin tonë edhe po flasë me pasion, duhet të përmirësoni veten një herë, nuk mund të ketë qëndrime të tilla, të bësh pjesë e një procesi që është për të treguar debatin konstruktiv, mendimin kritik, rinin e sotme, sa shumë e duam vendin tonë, sa duam të zhvillojmë ne që të shërbejmë këtë vendin tonë. Për këtë e kisha. Atëherë në debat ne kemi një shprehje që e kemi marrë nga shprehjet popullore që themi flet mirë kush flet i fundit. Do nisja me ju, në fakt, do ju thoja, jo në fakt ju mendoni që e kam për vete, po nuk e kam për vete, do ju thoja një këshill, qoftë në nivel grupi, qoftë në nivel lideri, flet i fundit dhe nuk sintetizon asgjë. Do me thënë, nuk do doja që të ndodhte kjo. Megjithatë, kemi përballë dy shkolla, Qemal Stafën edhe Ismail Qemalin, sigurisht ju keni arritur një numër të caktuar pikësh. Këshilla që ju dhanë kolegët është e mira që t'i merrni parasysh, sepse ju ndikojnë drejt për drejti në debatet e tjera.
Do doja shumë që megjithëse dellit edhe pasionit që në debat është i nevojshëm, por jo domosdoshmërisht i fortë, do doja që të shmangni çastet personale dhe të qëndroni shumë tek logjika, argumenti, mënyra se si artikuloni dhe tek vetbesimi që në të dy skuadrat unë vere një mungesë. Atëherë për të kaluar te pikët, tani jam unë që flet mirë kush flet i fundit. Skuadra e Qemal Stafës ka arritur të mbledh 228 pikë. Skuadra e Ismail Qemalit ka arritur të mbledh 224 pikë. Suksese! Mirë, faleminderit dy skuadrave, faleminderit edhe shkollës Arifut, shumë ndjes stafit sepse i kemi mbajtur më gjatë se ç'duhet. Shihemi në debatet e tjera. Faleminderit.